Kryeministri Edi Rama në podcastin ku të ftuar kishte kryepeshkopin Joan kujtoi momentet e vështira në spital kur djali i tij Gregu luftonte me sëmundjen. Ai rrëfeu se djali era në koma dhe 24 orët e ardhme ishin vendimtare. Imbir kaloi një moment mjaft dramatik me një kancer. Faktikisht, gjërat shkuan aq keq sa u fut në një koma mjekësore farmaceutike edhe nuk dijeja do të kthehej apo jo. Isha me mjeke ndërsa djali ishte në koma dhe i them po tani. Më thot, 24 orët e para çdo lajm do të jetë një lajm i keq. Urojmë që s'do kemi asnjë lajm. 24 orët e para ishin tmerr. Në çdo moment mund të ndodhë që të dalë dikush nga ajo zona e reanimacionit e të thotë. Rama tregoi bisedën me mjeken që e ftoi të lutej. Kur i thash si vazhdon, ajo ngriti kokën dhe e bëri me dorë lart. I thash, çfarë po më tregon tavani? Un po flas me një shkencëtare, jo me një prift, dhe më tha, në këtë kat ishte kati i fëmijëve me kancer. Un kam parë gjëra që shkenca nuk mi ka shpjeguar dot akoma. Spitali kishte një kapele dhe mjekja më sillte njoftime që në X orë unë bashkë me ekipin do të lutemi për Gregun ose edhe për fëmijë të tjerë. I thash, çfarë është kjo histori që shkoni e luteni në kapel? Çfarë lidhje ka kjo me terapinë? Më tha, e kemi të nevojshme, ndihemi shumë mirë kur e bëjmë, marrim energji. Ishte njeri që besonte, më thoshte, quaje si të duash. Unë di që ka mister dhe nga ajo zonë e misterit vinë në këtë kat gjëra që nuk i parashikon dot ose nuk i shpjegojmë dot më mbrapa. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.